Në një nga netët më të paharrueshme të spektaklit Big Brother VIP Albania, publiku u përball me një moment që do të mbetej gjatë në kujtesë, jo për dramë, jo për debat të ashpër, por për një shpërthim humori që i bëri të gjithë të qeshnin pafund. Gjithçka nisi me një sfidë të thjeshtë, një sfilat para jurisë. Banorët duhet të improvizonin, të krijonin personazhe, të sillnin stil dhe vetbesim në pasarelë. Dritat u ndezën, muzika nisi të rritë lehtë në sfond dhe tensioni i ëmbël i garës ndihej në ajër. Askush nuk e priste se çfarë do të ndodhte më pas. Rogerti, i njohur brenda shtëpisë për energjinë e tij të çlirët dhe sensin e papritur të humorit, vendosi ta çonte sfidën në një nivel tjetër. Në fillim doli me një këmishë elegante, duke bërë poza sikur ishte në javën e modës në Milano. Ecja e tij ishte qëllimisht e egzageruar, hapa të gjatë, kthesa dramatike, shikime serioze drejt kamerave imagjinare. Banorët filluan të buzëqeshnin. Juria hendoqi me kuriozitet. Në panel ishin figura të njohura dhe me përvojë në ekran. Valbona Selimllari, elegante dhe me atë qetësinë e një ishmisi që ka parë çdo lloj pasarele. Heidi Baci, me spontanitetin dhe reagimet e saj të drejtpërdrejta, dhe Egli Tako, e njohur për energjinë e saj pozitive dhe buzëqeshjen që rralli shuhet. Rogerti ndaloi në mes të pasarelës, bëri një rrotullim të ngadalë dhe me një lëvizje të papritur nisi të heqë këmishën. Fillimisht, të gjithë menduan se ishte pjesë e shfaqjes, ndoshta një transformim stilistik. Por ai nuk u ndal aty. Me një vetbesim komik dhe me një shprehje serioze në fytyrë, sikur po prezantonte koleksionin më revolucionar të vitit, vendosi ta çojë performancën deri në ekstrem, duke dalë lakurish në kuadër të humorit dhe provokimit artistik. Për një sekond, salla u ngrir. Pastaj shpërtheu. Valbona u përkul përpara duke qeshur me lot, duke u përpjekur të ruante seriozitetin si antare jurie, por ishte e pamundur. Heidi mbuloi fytyrën me duar, por qeshja i shpëtonte mes gishtave. Egli, me atë të qeshurën e saj karakteristike, mezi merrte frym nga të qeshurat. Ishte një moment aq i papritur dhe aq absurd, saqë çdo tentativë për formalitet u shtu. Por ajo që e bëri skenën edhe më të bukur nuk ishte thjesht zhveshja si akt, ishte mënyra si Rogerti e shoqëroi atë me interpretim. Ai filloi të ecte me një finesë të egzageruar, duke bërë sikur po prezantonte një koleksion minimalizmi ekstrem, duke komentuar me zë të lartë. Kjo është forma më e pastër e modës, autenticiteti total. Banorët brenda shtëpisë po rrokulliseshin në divane nga të qeshurat. Njëri prej tyre thoshte, nuk ka më filter, kjo është haute couture. Tjetri shtonte, ky është koncept që nuk e kap dot as Parisi. Juria, mes të qeshurave, filloi të jap komente. Valbona, duke fshirë lotët nga sytë, tha se në gjithë eksperiencën e saj nuk ishte parë një interpretim kaq radikal të lirisë. Heidi e quajti performancën çmenduri gjeniale. Egli shtoi se ishte momenti më i fortë komik i gjithë sezonit. Dhe pastaj erdhën notat. Në vend që ta penalizonin për guximin e tepruar, ato vendosën ta vlerësonin për kreativitetin, për spontanitetin dhe për faktin që arriti të thyente çdo akull në sallë. Notat ishin të larta, shumë të larta, dhe kjo e bëri momentin edhe më epik. Brenda shtëpisë, atmosfera ndryshoi. Ditët e fundit kishan pasur tensione, debate, diskutime të forta. Por ajo sfilat i bëri të gjithë të harronin konfliktet për disa minuta. Ata qeshën bashkë, pa maska, pa strategji, pa llogariloje. Rogerti, pasi mbaroi performancën, bëri një përkulje teatrale. Dikush i hodhi një jastëk si buqet lulesh. Të tjerët brohorisnin. Ai vet po qeshte me gjithë shpirt, sepse e kuptoi që kishte arritur diçka më shumë se sa një performancë provokuese, kishte krijuar një kujtim kolektiv. Në reality show, shpesh momentet që mbahen mend janë debatet e ashpra, përplasjet dramatike, deklaratat bombastike. Por ndonjëherë, ajo që prek më shumë publikun është e qeshura e sinqertë. Ajo e qeshur që nuk është e planifikuar, që shpërthen natyrshëm dhe të çliron. Valbona më vonë tha se ajo skeni kujtoi rëndësinë e humorit në televizion. Heidi pranoi se për disa minuta harroi që ishte në rol jurie. Egli theksoi se ajo lloj çlirimi është arsyeja pse publiku dashuron formate të tilla, sepse sheh njerëz real që reagojnë realisht. Ndërsa për banorët, ajo mbrëmje u kthye në referencë të brendshme.
Sa herë situata bëhej e rënë, dikush thoshte, mos na bëj sfilatën e Rogertit dhe shpërthente sërish e qeshura. Në thelb, ajo që bëri Rogerti ishte një akt spontan që tregoi guxim, jo vetëm fizik, por emocional. Të dalësh përpara të gjithëve, të rrezikosh të paragjykohesh dhe megjithatë ta kthesh situatën në fes, kërkon një lloj sigurie në vetvete. Dhe ndoshta kjo ishte arsyeja pse Juria e vlerësoi me nota të mëdha. Jo thjesht për shokun e momentit, por për aftësinë për të krijuar atmosferë, për të bashkuar njerëzit në të qeshur, për të sjellë lehtësi në një ambient ku tensioni është gjithmonë presen. Publiku jashtë shtëpisë reagoi menjëherë në rrjetet sociale. Klipet u shpërndan, komentet u mbushën me emoji të qeshurash dhe shumë kush e quajti momenti më i çmendur i sezonit. Por përtej sensacionit, ajo që mbeti ishte energjia pozitive. Në fund të natës, ndërsa dritat u zbehen dhe banorët u kthyen në rutinën e tyre, një gjë ishte e qartë. Ajo sfilat nuk ishte thjesht një sfidë e kaluar. Ishte një moment që tregoi se edhe në një lojë strategjike, njerëzore dhe shpeshherë të ashpër, humori mbetet arma më e fortë. Rogerti nuk fitoi vetëm pika të mbrëmje. Ai fitoi diçka më të madhe, zemrat e bashkëbanorëve përmes të qeshurës. Dhe në një shtëpi ku çdo veprim analizohet, çdo fjalë peshohet dhe çdo strategji llogaritet, ndonjëherë gjëja më revolucionare që mund të bësh është thjesht t'i bësh të gjithë të qeshin pafund.